Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 1 qershor 2026. Jemi në fillimin e muajit qershor. Një ditë mjaft e rëndësishme, një muaj të mbar, ditë të mbar, javë të mbar ju uroj sepse fillon edhe muaji, edhe dita me një ditë hënë, me një ditë mjaft të rëndësishme, ku do shikojmë shumë ngjarje të rëndësishme, sepse kur fillojmë ditën e hënë, keni kujdes, do të shikoni edhe veçanën, ku gjithmonë e hëna, meqense ka shumë angazhime, ndashi muaj, ndashi ditë, ndashi javë, merreni si doni, është një fillim muaj mjaft i rëndësishëm sepse nisin gjërat vërtet të vrutshme, vërtet të rëndësishme për gjëra të mëdha që do të kemi. Nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye e punës edhe të karrierës. Megjithatë, duket se kjo ditë do të na ndihmojnë shumë për të nisur gjërat nga fillimi dhe të përfundojmë ato që neve nisim. Por para se të filloj me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për juve që e keni nda menje dhe doni të bëni parashikim të detajuar për muajin qershor, një parashikim për sa përket lidhjeve, për sa përket ndarjeve dhe bashkimeve që ju e doni, atëherë kemi të faqen këtu, astrologu.al dhe shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe më pas flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për ju që doni që në kohën që jemi drejt për së drejt me juve, dërgoni, ja pra, mund që të dërgoni mesazhin, në kohën ku jemi drejt për së drejti, kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Për ju të kësaj shenje, miqtë e mi, të shenjës dashit, duket se në lidhje me punën tuaj kam shumë lajme të mira për juve, për shenjat e zjarrit, sepse fillojnë një ndikim fantastik, një ndikim mjaft të mirë, si në punë, si në vendime, si në ndryshime. Po, janë momente dhe mundësitë e arta për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur ato gjëra që janë të pazgjidhshmet, për të arritur qëllimin tuaj mbi ndikimet dhe favorizimet të mëdha që vijnë drejt jush. Është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë mjaft me ndryshime, me takime dhe bisedime. Por në lidhje me çështjet afatgjat, që do të thotë në lidhje me anën financiare, është koha, është ndryshimi më i madh që do të thotë. Në lidhje me çështjet që lidhen me anën ekonomike financiare, në lidhje me bisedimet, në lidhje me dashurinë që keni pasur juve të shenjës së dashit, sidomos dashpeshore, është koha dhe momenti juaj. Vazhdimësia duket e artë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e demit. Dem të dashur, meqense keni mundësinë dhe kohën e artë, një rrugë dy punë do thosha unë për arsye të ekonomisë, për arsye të vazhdimësisë, të dashurisë, pse jo, është një mundësi mjaft e mirë tani e tutje. Dhe çështjet shpirtërore, çështjet që lidhen me ekonominë, që lidhen me dashurinë, që lidhen me ndryshimin e madh, po, është mundësia dhe koha tani. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dëshirtar, me ujortë dhe dëshirtet, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft e rëndësishme për nga ana ekonomike, që do të thotë fikim, do të thotë rrezatim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se kanë një mundësi shumë mirë tani, një mundësi mjaft pozitive dhe ndikime fantastike. Në çështjet ekonomike financiare, gjithmonë kanë një hap para asaj çfarë ndodh, meqense mundësitë që kanë të shenjës së binjakëve, duket se kanë ndryshimin dhe mundësinë e artë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë dhe dëshirtar, me ujortë dhe dëshirtet, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë një shenjë shumë e rëndësishme dhe ndikuese, që do të thotë gaforja. Për sa përket gaforët duket se kanë momentin, kanë mundësinë, kanë kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike dhe një ndryshim shumë i madh që do të kenë tani e tutje.
Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e financave, lidhje me biznesin, lidhje me ndryshime të mëdha, është momenti juaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me peshore, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, tani do shkojmë tek shenja e luanëve. Por luan të dashur, me qenë se juve keni pasur disa mundësi dhe këto mundësi janë tani, ju shfaqen përballë jush, keni momentin e dur dhe kohën e dur për zgjidhur disa çështje problematike, çështje të vogla janë, por janë në anën tuaj. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe dishit parë, me ujorët dhe dishitet, pregatituni sepse luanët dinë shumë mirë çfarë bëjnë dhe ku do të shkojnë. Është koha e tyre, me pak fjalë, i keni të gjitha mundësitë, i keni të gjithën kohën në dispozicion për të zgjidhur problemin dhe kohën e duhur. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhen ndikimet më të mëdha janë me shenjat e ujit, siç është gaforja me luanin, siç është ndikimi më i mirë janë peshqit dhe ndikimet më të arta janë akrepët, sepse me akrepët, nëse keni prisni një pasardhës, është momenti juaj dhe periudha e duhur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e virgjëreshës. Virgjëresha dashura, duket se kjo periudhë është një periudhë që vërtet kërkon kujdes, vëmendje mbi ndryshimet që kanë bëjnë, mbi kohën e duhur me nisma të reja. Është një moment mjaft i mirë sepse kjo periudhë na ka ndihmuar dhe ndihmon shumë virgjëreshat për të nisur diçka shumë të rëndësishme dhe kjo është një rëndësi e veçantë për juve në ekonomi, por nuk do të thotë që dhe në dashuri kërkon vëmendje, kërkohet kujdes, sepse po të kuptojmë domethënë se ku jemi me virgjëreshën, për shembull virgjëreshë dëm, virgjëresh shigjetar, virgjëresh britçap, ka diçka që mund të kemi keq kuptime me britçapin. Prandaj bëni pak kujdes, mos mund nxitoni. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, meqense peshorët tani për tani, sado që lodhen shumë, sado që kanë pasur gjëra që nuk kanë pas mundësinë e zhvillimeve të reja, por tani ka ardhur momenti dhe koha që gjërat ti shikojnë më në detaje, pa nxitim, sepse do thoni juve, por gjithmonë nxitojnë, por peshorët jo se nxitojnë, po nxitojnë të tjerët tek peshorja, dhe këtu është historia, do thosha unë. Por megjithatë, juve keni mundësinë për zgjidhur çështjet problematike. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me ujor të dhjetëdhjetit parë, me dash të dhjetëdhjetit të tretë, e keni mundësinë sepse peshori gjithmonë din të vlerësojnë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Me akrepët, në fakt, duket se si grindje kjo ditë, por grindje për të ardhmen, grindje për punën dhe grindje për arritjen e punës, sepse kur marrin përsipër, një punë duhet ta çojnë me sukses në fund. Dhe juve e keni këtë gjë. Akrepët e dashur, do thosha që edhe pse si fillim muaji, fillim jave, por kjo ditë është e lodhshme, por lodhje e kënaqshme, them unë në fund. Ka diçka shumë të madhe, ka diçka që vërtet stabilizimi dhe konkretizimi i gjërave të mëdha është momenti dhe mundësia e artë për të zhvilluar dhe ndryshuar gjërat aty ku duam, aty ku jemi, aty ku neve vendosim. Prandaj është një moment mjaft i mirë. Në çështjet që kanë bëjnë me dashuri, ka të bëjnë me bashkim familjar, është me virgjëresh, është dhe me temë të dhjetëdhjetit të dytë ku e keni mundësinë, sepse kjo do të ndikohet dhe do të arrihet aty ku dëshironi. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët e kanë mundësinë, kanë kohën, kanë ndryshimin e madh në ekonomi, ndryshimin e madh në vazhdimsi, sepse kjo periudhë ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me vazhdimsinë. Me vazhdimsinë sidomos është një moment mjaft i mirë dhe stabilizues në çështjet ekonomike financiare, në çështjet e biznesit, në çështjet e karrierës, po, me karrierën ka një ndikim shumë të mirë dhe një pozicionim planetar ku është momenti dhe koha e dur për zgjidhur problematikat. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dash të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit të tretë, ka diçka shumë të mirë dhe mundësi të arta mbi ato çka bëni, mbi gjëra që doni të keni dhe momentet e duhura në anën ekonomike. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për arsye të punës suaj dhe për arsyen e gjërave që juve keni. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm të dhjetëdhjetit parë, me ujor të dhjetëdhjetit të tretë, që është perfektja,
por dhe një mundësi shumë e mirë që do të keni tani e tutje është kjo periudhë dhe ky moment pozitiv, sepse është ndikimi, është favorizimi dhe mundësi të arta që keni tani e tutje. Dashuria duket se me vizhgjerisht edhe diçit parë, me bricjap të diçit të tretë, e keni mundësi dhe kohën e dur për të zgjidhur çështjet e juaja. Lëshon të keni shenjë tjetër tani, shenja më ndikuese dhe më rregulluese e gjërave të mëdha që do thot shenja e bricjapëve. Për sa përket bricjapëve duket se tani në këtë periudhë kanë mundësinë dhe kohën e dur për zgjidhur çështje problematike, për të arritur qëllimin e tyre, sepse kanë pasur shumë çështje problematike të lëna pezu, por është një moment tani që e zgjidhin atje ku dëshirojnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit tjetër është perfekta, por pak vëmendje dhe nga çështjet e punës që do të keni gjithashtu, ka të bëjnë me ujortë dhe diçit parë dhe me peshore. Këto do të thotë nga ana ekonomike financiare në bashkëpunime është si kohë e përshtatshme, por nga dashuria kërkohet kujdes dhe vëmendje sepse e lëna pasdore nuk është në të mirën tuaj, prandaj e them me të madhe në këtë drejtim. Por sado që kujdes të keni, do ishte mirë të veproni dhe të vazhdoni. Vijojmë tek shenja e radhës, tek një shenjë mjaft ndikuese, që do të thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve duket se tani në këtë periudhë keni mundësinë e punës dhe të karrierës, por një ndryshim shumë i madh mes asaj që është realizueshme për sa përket kësaj dite, do të themi që po është e realizueshme, është dhe koha më e mirë e mundshme për të stabilizuar gjërat dhe për të arritur qëllimin. Lidhje me qëllimin dhe kohën që keni, mundësitë që do t'ju jepen, është momenti juaj dhe periudha mjaft e mirë dhe mjaft pozitive në ekonomi, në stabilizime, në ndryshime, vendime dhe vendbanime. Kështu që keni mundësinë një veçërisë së ujorit, edhe një punë e re që mund t'ju jepet, po mund ta realizoni, por në lidhje me dashurinë, sado që gjërat të janë favorizuese, jo ndikuese, por e keni mundësinë e artë për të arritur qëllimin tuaj në kohën e dur. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje dhe diçit të parë dhe me vizhgjerisht edhe diçit të tretë, është koha më e mirë e mundshme mbi këto zhvillime, sepse një kohë e përshtatshme që ndodh me diçin e tretë ka pasur këtë problem ujori, por gjithsesi e zgjidh tani në këtë fillim muaji. Takimet janë tani, edhe pse janë takime të ndryshme mbi vendime që merren, po janë vendime historike dhe periudhë mjaft e mirë. Në lidhje me çështjet shpirtërore ose doni që bashkim familjar, ujorët e kanë me peshore, e kanë me dashje, e kanë me virgjëresht edhe diçit të dytë. Prandaj bini pas, mos e rini pas dore se koha është me juve dhe punon për juve. Mos harroni këtë dhe do shikoni dhe vetë do më kujtoni. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji, që është shenja e peshqve. Peshqët dashur, ju vetë diçit parë, sado që keni pasur probleme të mbartura nga e kaluara, fillimi i këtij muaji do t'i fshini nga memoria juaj, do arrini maja, do arrini që të stabilizoni ekonominë tuaj, stabilizoni gjërat e juaja, stabilizoni punën në atë parë. Edhe kjo ka të bëjë shumë me punën, ka të bëjë shumë me ndryshimin e madh financiar në biznesin, ka të bëjë shumë me disa takime, me disa bisedime mjaft të rëndësishme. Dhe kjo është një rëndësi e veçantë sepse lidhet edhe me anën ekonomike financiare, lidhet edhe me disa ndryshime mjaft pozitive dhe një periudhë mjaft e mirë në kohën e duhur, dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi mbi ekonominë dhe mbi ndryshime të tjera që do të keni në anën tuaj, në biznesin tuaj. Dhe kjo kohë tregon mundësinë, tregon kohën dhe rëndësinë që jepni vetes, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar këtu, për të gëzuar. Prandaj mos më shqetësoni fare. Të 30 ditët, për sa i përket fillimit të muajit, fillimit të javës, është koha mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Mbi takimet dhe bisedimet e tjera nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt, sepse është momenti juaj, periudha juaj më e mirë e mundshme që do ta zgjidhni me kalimin e kohës. Kjo do ta shikoni edhe vetë xhanëm, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për të ndryshuar një herë e mirë ndikimin e punës suaj, ndikimin e karrierës suaj, me karrierën sidomos, sepse këtë keni pasur mjaft të ndikuar në jetën tuaj. Vazhdimësia duket e artë dhe jo për të mërzitur. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit të tretë dhe me peshore është koha juaj, por me shigjetar është vetë jeta, vini pas të më kujtoni. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 1 qershor 2000
226. Para se të ndajmë bashkë, nëse doni parashikime të detajuara, kemi faqen roz, astadoko.al. E klikoni dhe dërgoni emailin tek sekretaria dhe flasim bashkë në Viber apo në WhatsApp. Për juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, kemi këtë butonin këtu, e klikoni dhe më pas dërgoni mesazhin kur jeni gati dhe e merrni drejt për së drejt përgjigjen. Nga një rropulla, ju uroj muaj të mbar, ditë të mbar, javë të mbar në çdo aspekt. Gjithë të mirat.